Qendra jone e mjekësisë familjare është modeli I parë I qendrës së mjekësisë familjare, sipas udhëzimeve të OBSH-s dhe e para në gjithë vendin ku mjekët e familjes ndjek gruponshat nga 0 deri në 100 vjeç. Në këtë godin do të vazhdojnë përsëri të japin shërbimin e tyre mjekët specialist, kardiolog, kirurg, obstetër ginekolog dhe pediatër. Pavarësisht sepse nga ana administrative kanë kaluar në qendrën e specialiteteve numër 1, vazhdojnë në të njëjtën pozicion në këtë qendër. Prandaj nuk ka ndonjë problem ose alarm për qytetarët. Qytetarët do të vazhdojnë përsëri të marrin shërbimin siç e kanë marrë gjithmonë. Është bërë ky ndryshim sepse specialitetet e tjera, qoftë të okulistikës, endokrinologji, dermatologji, është kjo qendër që mbulon qendrën tonë, pra janë të ndara me zona. Prandaj ata mjek vetëm nga ana administrative kanë kaluar aty. Por qytetarët nuk ndryshon asgjë. Shërbimi do jetë ekselent siç ka qenë dhe herë tjetër. Mjekët janë në të njëjtin pozicion pune, vazhdojnë ndjekin po të njëjtët pacient dhe u jepet shërbimi banorëve një lloj siç ka qenë, me të njëjtin orar në po të njëjtin vend pune.